Bleona, jemi sërish bashkë për të folur për këtë ngjarje të rëndë për hetimet e policisë së Tiranës. Drejtuesi 41 vjeçari tashmë është arrestuar. Ai është marrë në pyetje. A mund të bëjmë edhe një herë publike akuzat që rëndojnë për ndaj tij, shkeljet që ai ka kryer dhe çfarë ka deklaruar? Patjetër Fabiola, 41 vjeçari i cili është identifikuar si Ekerem Skureni, i cili ka drejtuar mjetin ditën e djeshme kur regjistrua dhe aksidenti pranë bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku përpasojnë vetëm 3 mitur mbeten të plagosur. Sot është vënë pranga zyrtarisht nga ana e Komisariatit të Qarkullimit Rrugor të Tiranës, i cili në sajtë një ekspertize që ka kryer në vendin e ngjarjes si ditën e djeshme, por edhe më tej duke verifikuar kamerat e sigurisë, marrë dëshminë e qytetarëve të cilët kanë qenë në momentin e ngjarjes në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ka dalë në përfundimin se monopatinat në fakt u dyshua që ditën e djeshme, të dyja monopatinat që drejtoheshin nga 3 miturit kanë kaluar rrugën edhe vijat e bardha me semafor të kuq, ndërkohë që po ashtu nga e njëjta ekspertizë kryer edhe për mjetin i cili drejtohej pra nga 41 vjeçari Ekerem Skureni, rezulton se ky i fundit ka kaluar semaforin me portokalli. Ndërkohë që mbi të rëndon akuza e shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, teksa përpasoj kemi edhe një aksident me 3 mitur, njëri prej tyre avion tjetë ende në gjendje të rëndë dhe në gjendje kritike për jetën. Ekspertiza thot se ky është përfundimi sa i takon rregullave të sinjalistikës apo edhe tabelave apo semaforëve. Nga ana tjetër, mjeti i cili ne kemi pasur mundësinë ta raportonim së bashku ditën e djeshme, por është marrë dhe është dërguar pranë laboratorit të mbikëqyrjes së makinave, së mjeteve të dëmtuara nga aksidenta apo ngjarje të tjera dhe pritet që në fakt të nxjerrë dhe një rezultat sa i takon shpejtësisë me cilën dyshohet që ka qenë shpejtësisë me cilën ka qenë pra edhe drejtuesi i mjetit në momentin që ka shkaktuar aksidentin. Nga ana tjetër ai është shoqëruar ditën e djeshme në komisariatin e Rrugores, aty ku në fakt edhe është marrë në pyetje nga oficerët policisë gjyqësore. Orët e para të ngjarjes ka qenë patjetër i rënduar psikologjikisht për shkak të asaj çka ka parë dhe përjetuar me aksidentin e 3 miturve, por ka rezultuar negativ sa i takon të gjitha kontrolleve që është nështruar si për testin e alkoolit apo edhe ndonjë lëndë tjetër që dyshohet apo që janë, le të themi, procedurë për të kryer nga ana e policisë, si ajo për lëndë narkotike që që dyshohen efektivët fillimisht, por që në fakt rezultoi që ishte negativ në të gjitha testet që janë kryer pra dhe ka qenë i rregullt. Shkak deri tani mbetet kalimi i semaforit me portokalli nga njëra palë, pra nga ana e shoferit dhe me të kuqe nga ana e fëmijëve, por nga dëshmitë që u morën ditën e djeshme në vendin e ngjarjes, gjithashtu edhe nga kamerat e sigurisë u raportua ditën e djeshme se në fakt 2 monopatinat me cilë lëvisin 3 miturit kanë qenë me shpejtësi të lartë dhe gjithashtu kanë hyrë edhe me të kuqe. E kuptoj mirë, Bleona, faleminderit për këtë raportim.